Kjo është puma, apo jo puma? Puma përgjigjet vetë, dhe faqja jonë ka të bëjë me sensibilizimin përsa i përket kafshëve, që dashuria për kafshët, tashmë shtuar. Ne këtu jemi dhe në një dyqan kafshësh, që është një dyqan i mrekullueshëm, që dashuria këtu është pa kushte, të oreo dhe toni, me pumën, apo jo puma? Kush vjen më shumë në dyqan, meshkuj apo femra? Tashmë vjen dhe meshkuj edhe femra, sepse janë kthyer të gjithë, përsa i përket, sepse kafshat jep një dashuri mentale, emocionale, kur ti vjen nga puna i lodhur, ato të bëjnë që të shlodhesh në momentin që ti i përkëdhel. Fli pak gjumë, fli, bravo. Nga mos të tiki stresi, kur shikon një qend që bën këta gjëra. Ama, qenushi duhet trajtohet. Dhe për këto janë dyqanet e kafshëve, që kanë çdo aksesor, kemi doktorët, jemi double, si thonë, në një, kupton? Kemi çdo gjë këtu. Tek oreo dhe toni për këto bukurosha, apo jo? Okej.